Vëllezër dhe motra, njeriu duhet mësoj nga historia, sepse po nuk mësoj nga historia, përsëriten kohët dhe përsëriten ngjarjet. Për këtë arsye Zoti i Madh shumë herë në Kur'an përmend histori dhe ngjarje. Po edhe në përgjithësi njeriu në jetë duhet kthehet tek historia e vet në mënyrë që të marrë mësim aty ku duhet marrë mësim dhe të bëj korrigjimin e gabimit aty ku është bërë gabim. Problemi i historisë në përgjithësi është se shkruhet nga të fortët dhe nga ata që kanë pushtetin. Dhe faktikisht historia duhet shkruar me fakte ashtu siç është, me të mirat e veta dhe me të këqijat e veta, nëse duam që kombet dhe popujt të ecin përpara. E nëse shkruhet me hatër apo me favor, apo duke majt krahun, nuk ka hajër për asaj historie. E për këtyre historive që ne duhet fiksojmë dhe duhet i rikthehemi vazhdimisht dhe duhet ta studiojmë arsyeën dhe shkakun, është historia e gjenocidit Cham, që i qëllon pikërisht në këto ditë që jemi ne tani, 80 vjetori i gjenocidit Cham. Ka arsye dhe shkaqe. Dhe sot e kësaj dite ka akoma njerëz që janë gjallë, që janë pjesë e shpërnguljes. Dhe që tokat dhe viset dhe ullit dhe fiqt dhe shtëpiat dhe xhamiat dhe minaret janë edhe sot e kësaj dite. Me emra dhe me adresa dhe në pronësi. E ky është një nga zullumet dhe padrejtësitë që është bërë popullit tonë. Jemi vetmi vend në botë trung pa gjymtyr. Na i kanë kput. Ne kemi pjesët tona në Malzi, ne kemi pjesët tona në Serbi, Kosovën na e kanë kput me kohë, Çamëria, pjesa e Maqedonisë Veriut. Jemi i vetmi vend në botë, i vetmi popull në botë që kufizohemi me gjakun tonë dhe me gjuhën tonë. Edhe kjo falë pa drejtësisë së konferencës së Londrës, vitit 1913. Një vit e gëzuam atë pavarësi e pastaj na coptun. Kështu që duhet lutemi për ata njerëz që Zoti t'i fali e t'i mëshiroj, e Zoti i Madh u akompesoft në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe inshallah do të kemi ne forcë dhe njerëz që kësaj çështje t'i dalin për Zot. E mos ta harrojmë, sepse po harrum do të ngecim diku tjetër prapë.